Kina dërgoi 74 avion ushtarak drejt ngushticës së Tajvanit mes të njëjtës vonë dhe mëngjesit të së premtes me 61 prej tyre që kaluan vijën e saj të mesme, tha Ministria e Mbrojtjes së Tajvanit. Inkursioni, i cili përfaqëson një nga më të mëdhenjtë në muajt e fundit, filloi një ditë pasi Mbretëria e Bashkuar dërgoi një luftanie për te ngushticës, një veprim të mirëpritur nga Taipei për të dënuar nga Pekini. Avionët kinesë u dërguan në dy valë të ndara me 6 luftanie që shoqëruan po ashtu manovrat sipas Tajvanit. Pekini e konsideron ishullin e qeverisur në mënyrë demokratike si pjesë të territorit të vet dhe ka shtuar eventet e tilla për të demonstruar gatishmërinë e tij për të rrethuar dhe potencialisht për të pushtuar Tajvanin. Analistët thonë se lëvizjet synojnë gjithashtu friksimin e popullsisë së Tajvanit dhe shterimin e burimeve të moralit të tij ushtarak. Tajvani u përgjigj duke ngritur në fluturim avionët e vet luftarak, duke nxjerrë në det luftanie dhe duke aktivizuar sisteme raketash toksore për të monitoruar inkursionin. Incidenti ndodhi pasi anija patrulluese britanike HMS Spey kaloi nëpër ngushticën e Tajvanit të mërkurën. Ministria e Punëve të Jashtme e Tajvanit e mirëpriti patrullimin duke thënë se ai riafirmon edhe një herë statusin e ngushticës si ujëra ndërkombëtare. Ambasada e Britanisë në Taipei tha se HMS Spey ishte ligjërisht brenda të drejtave të saj për të lundruar nëpër ngushticë. Megjithatë, Pekini dënoi veprimin dhe ushtria kineze tha se anija britanike kishte tensionuar qëllimisht situatën dhe kishte minuar paqen dhe stabilitetin në ngushticën e Tajvanit. Ngushtica e Tajvanit është një rrugujore ndërkombëtare e rëndësishme, por Pekini vazhdimisht kundërshton praninë e anijeve ushtarake të huaja në zonë.